specialist, 10 makineri të rënda, mjete transporti, makineri gërmimi dhe autobetoniere punojnë çdo ditë për rikonstruksionin e stadiumit Rushdi Bizhuta të qytetit të Elbasanit. Sipas drejtorit teknik, inxhinierit Ilir Liçe, për rikonstruksionin e tij janë angazhuar 6 nënkontraktor të kompanisë Trema Engineering. Deri tani janë hedhur mbi 3000 metra kub beton e janë lidhur mbi 600 ton hekur të dimensioneve të ndryshme. Sipas inxhinierit Liçe, deri tani është në përfundim muri rrethues i stadiumit, i cili mendohet të përfundojë në muajin maj. Janë përfunduar hyrjet e spektatorëve dhe hyrjet e emergjencave, si dhe kanë filluar instalimet hidraulike. Ndërkaq ka filluar ndërtimi i tribunës së re. Në shkallët ekzistuese është lidhur hekuri i nevojshëm për 5 shkallët shtesë dhe së bashku me ekzistueset do të ndërtohen 16 shkallë. Janë në ndërtim vendet e ndenjes për tribunën kryesore, ku do të qëndrojnë dhe gazetarët. Ndërkohë së shpejti do të prishen objektet e ndërtuara pranë stadiumit për t'i hapur rrugë vendeve të parkimit. Kudo në këtë objekt të rëndësishëm punohet me ritme të shpejta, që në muajin shtator kombëtarja jon të luajë ndeshjen e parë për eliminatorët e kampionatit evropian.